është shumë mister. Babai po përpiqet ta zbërthej facin Ervis Martinajt. Për herë të fundit me informacionin që ne kemi është parë në zonën e Shijakut, në rrethinat e Shijakut. Më pas u fol që janë gjetur gjurmë të tij, një armë, pak para se të ndodhte edhe zhdukja në një hotel pranë zonës së Rinasit. Çfarë dihet? Cili është fati i këtij personi? Akoma s'është zbërthyer. Humbi edhe bashkëpunëtorët e tij, besnikët e tij më të ngushtë. Pra, kemi vrasjen e shumë bashkëpunëtorëve të tij, të cilët u eliminuar njëri pas tjetrit, dhe Ervis Martina ngeli i vetëm. Pra po shikojmë edhe filmimin e fundit, i cili është filmuar tek pranë qendrës tregtare e Ring, aty do të shikojmë që ai është i vetëm, pra dhe përfundoi i vetëm. Kështu që këto të çojnë në deduksionin që mundet që të jetë rrëmbyer ose në Trekançin, Rinas, Durrës apo Shijak, edhe Fushkryj. Pra ky është ai Trekançi Bermudës, se unë do ta quaj atë të tillë, dhe ai vetë shumë herë e kishte thënë edhe në komunikimet me Sky që nëse të kalojnë në Durrës, atëherë aty të përpin këneta.